Një pyetje nga Shyqyri Mirtollari. Doktor, përshëndetje. Dje, Xhaxhai Enea Mekollit e bëri të qartë se jemi në mëshirën e krimit, i cili vret policë dhe kërcënon biznese. A nuk duhet një komision hetimor për të hetuar lidhjet e Edi Ramës me element të krimit, duke pasur parasysh dekorimet e çyrbjes dhe të elementëve të tjerë kriminal? Faleminderit dashur Shyqyri për pyetjen. Keni shumë të drejtë, por besoj se dy aktet e fundit në qytetin e Durrësit janë akte të cilat nuk lexohen, nuk gjenden as në realizmin fantastik të Garcia Marquezit. Shpallja fisnik i Partisë Socialiste i teatrit të Ergys Agasit ishte një sfidë e hapur e të mërshme për qytetarinë e Durrësit, qytetarinë e mrekullueshme të Durrësit. Virtutet, vlerat, përgjegjësinë e saj qytetare. Merita e vet me Bardhyl Agasit është se i dha Durrësit dhe Shqipërisë një famëzi, një djalë famëzi si Ergysi. Dhe me medaljen që jep, Edi Rama i bën atij mbrojtje të plot nga hetimet e Spakut dhe hetimet tjera ku unë nuk kam dhëna, por nuk është çudi që ai noton mbi pasurinë kriminale të djalit të tij. Po në Durrës, siç e dini ju, u shpall fisnik i Partisë Socialiste Jurgen Çyrbja, ish deputeti socialist që shërbente si informator i Altin Hajrit, vrasit që ndau në copa trupin e Jan Prengës lokalin e tij, dhe që rrinte i lirë, dhe që Jurgen Çyrbja e informonte atë për çdo lëvizje të policisë, dhe që meritonte vite tëra në burg, dhe del nga burgu, dhe Edi Rama, ditën që mbante vetë fjalimin në Bruksel, i dorëzon pallaskën e partisë me blendi Klosin në qafë. Unë dëgjova me shumë dhimbje, fjalën e Xhaxhait të dëshmorit të dheut Enea Mekolli, jashtëzakonisht e dhimbshme. Djali i tyre të dashur qytetar dhe qytetare, pas fatkeqësisë madhe që psoi familja e tyre, humbi nga smundja djalin e veshur polic, mendoi të zëvendësonte vllain, të vazhdonte misionin e vllaut vet, dhe ra nga një dorë kriminale që mbështete nga shteti. Sigurisht që dje kam kërkuar që Komisioni i Sigurisë do të nisë nesër hetimin, sepse jam i sigurt që krerët e policisë shtetit dhe qeveria do bëjnë gjithçka për të falsifikuar dhe për të mashtruar rreth kësaj ngjarje. Por do përpiqemi dhe njerë u shpreh ngushëllimet, i garantoj familjen se s'kam asnjë tendencë se bëj këtë kur për politizim, por nuk mund të them se sot jetët e shqiptarëve janë në duart e krimit dhe kjo ishte fatkeqësi edhe për familjen Mekolli.